Morali I lartë është prej veprave me të cilët më së miri I afrohesh Allahut subhanahu wa taala. A dëshiron të dish se si I afrohesh Zotit tënd, se si je afër mëshirës dhe dashurisë së Tij? Ajo është morali I lartë, morali I lartë. Thot pejgamberi alayhi salam: "Ma shay'un athqalu fil mizan yawm al-qiyamah min khuluqin hasan." Pejgamberi alayhi salam thot: nuk ka vepër që do të jetë më e rëndë në peshorën e besimtarit në ditën e gjykimit se sa morali I lartë. Pra nuk ka vepër më të rëndë në peshorën e besimtarit në ditën e gjykimit, e cila do të rëndojë më shumë dhe do të jep shpërblim më shumë ditën e gjykimit se sa morali I lartë, morali I lartë. Dhe kjo kuptohet pas kryerjes së obligimeve me të cilët besimtari konsiderohet besimtari vërtet dhe I sinqert.